atë tregoj se cilat janë portat e mirësisë. Pra portat e mirësisë janë rrugët të cilat çojnë në mirësi. I thotë se agjerimi është mboroj. Tashmë nuk bëhet më fjalë për agjerimin e farz, agjerimin e Ramazanit, bëhet fjalë për agjerimin sunnet. Në fakt i gjithë agjerimi është mboroj për besimtarin dhe besimtaren. Mboroj prej çfarë? Mboroj prej epsheve. Është mboroj prej zjarrit të xhehenemit. Dhe sadakaja nafile, sepse zakati u përmend që është farz. Sadakaja nafile e shlyen gjurmën e gjunahut, e fshin atë, sikurse uji e shuan zjarr. Pra kjo sadaka që jepet nga besimtarët dhe besimtarja, nëse jepet me sinqeritet, atëherë fshin gjunahun, fshin atë gjurmën e gjunahut dhe nuk mbetet më pas gjurmë e këtij gjunahu. Edhe ai burr i cili falet në mes të natës. Ka përmendur burrin sepse pyet si ishte burr, po sigurisht që pra çdo besimtar dhe besimtare që falet natën, ngrihet natën në mes të natës apo në fund të natës, pra këto punë së bashku, pra ky namaz së bashku me sadakan, së bashku me agjerimin, janë prej portave dhe rrugëve të mirësisë. Më pas profeti alayhi salatu wassalam lezon fjalën Allahu të lartësuar se trupat e tyre janë larg shtetërve, ku bëhet fjalë për besimtarët e devotshëm që çojnë dhe falen natën. Derisa ka arritur fjalën e Allahut, ya'malun, që punojnë.